Vitin 2009 kemi planifikuar të asfaltojmë 15 rrugë, të shtrojmë në kubza 7 rrugë, të rregullojmë kanalizimin për 8 rrugë, një ujësjellës i cili do t'i përfshin 10 fshatra, gjelbrimin e qytetit edhe ndriçimin publik të qytetit. Njëri prej projekteve që e kemi planifikuar si vjet është asfaltimi i rrugës Lutfi Musiqi. Vlera e tërësishme e atij projekti është 75.780 euro. Komuniteti participon me 7.500 euro, ndërsa të tjerat i participon komuna. Gjithashtu përbri rrugës Lutfi Musiqi gjendet edhe rruga e Sholës, cilën edhe atë kemi planifikuar që ta shtrojmë në kubza betoni. Vlera e së cilës është 44.000 euro. 40.000 euro participon komuna, ndërsa 4.000 euro participon komuniteti. Këto dy projekte janë të një rëndësie të veçantë, nga se afër këtyre dy rrugëve ekziston shkolla fillore Qajupi me 1.100 nxënës, ku për shkak të gjendjes të vështirë të këtyre dy rrugëve, nxënësit e atyre lagjeve dhe qytetarët kanë pas vështirësi të mëdha, por edhe çdo kalimtar rasin për të kryer punët e tyre ditore. Udha me kjeqet nuk ka pas ku me shkuar. Inshallah shtrohet kjo rrugë na po pështohet që shtrohet. Që kjo udhë që i di se kjo lidhet me shkollë. Se fëmija kanë pas shumë zor, sa kanë mujt mejtjave, orave, ka kanë mujt kanë kalue, rrugës kanë mujt me shkuar.